garë dinjitoze, të vërtet e jo të mbushur me të pavërteta. Unë shumë ja uroj. Është e pavërtet që ju nuk flisni me Vjosa Osmanin, apo është e vërtet? Ajo është një çështje mes meje dhe Vjosa Osmanit, e cila nuk është temë për publikun. Ju s'po thoni që flisni me gjithë. Po unë as nuk po them që nuk flasim. Është arsye politike apo personale? Jo, asgjë nuk kam personale me Vjosa Osmanin. Absolutisht. Pra është politike? As politike nuk them që kam. Unë vetëm duhet tash kam, se tash jemi konkurrent. Mirë po, unë nuk dua ta përqafoj shprehin e keqe që me njerëz me cilët ke punuar me vite të tëra, pa prit e pa kujtu, merr një vendim, del në krahun tjetër, edhe fillon shan ish kolegët e tu. Unë nuk isha ish kolegët e mi. Unë ju dëshiroj sukses në vizionin, sepse ata me siguri kur e kanë marrë vendimin për të shkuar atje, motivet e tyre do t'i kishin pasur, do t'ken qenë të bindur që kanë motive pozitive. Unë nuk du të pajtohem me motivet e tyne. Mirë po unë kam qëndruar aty, ku me Vjosa Osmanin dhe të tjerët kemi shkuar bashkë. As nuk e kam në plan të lëviz, as nuk e kam në plan të lëkundem, edhe as nuk kam në plan të heq dorë nga vendosmëria ime për të vazhduar punët e mira që i kemi nisur së bashku. Ai që e braktis anijen nuk duhet hedh gur mbi anije, po duhet ta pranoj që ka zgjedhur një rrugë tjetër. Mëse kur anija fillon të fusuj nga pak edhe braktis.